E vërtet e pa vërtet ju zbulon më të reja sa i përket fytyrave tona publike dhe kuptojmë bashkë në vjem se cilat janë ato. Prishet shoqëria mes Mbresës dhe Melisës. E vërtet, sa ishin bashkë në shtëpinë më të famshme në vend, Mbresa dhe Melisa qenë shoqe të pandara. Mirë, po në realitetin e vërtet, atë të botës së jashtme nuk po ju rezulton në këtë formë shoqëria. Ndjekësit kanë pikasur në Instagram se Melisa nuk e ndjek më Mbresën, kaq ka mjaftuar për të ngritur pikpyetje se mos diçka ka ndodhur mes tyre. E në fakt po, ato nuk janë të afërta siç kanë qenë. Përpos Mbresës, Melisa ka vendosur që ta heqë edhe Bllastën nga lista e personave që ndjek. Se a kanë lidhshmëri këto dy veprime me njëri tjetrin, mbetet të shihet. Andi dhe Gresa në fokus të nojzit. Po, e vërtet. Çifti simpatik, Andi dhe Gresa kanë marrë rrugë për udhëtimin e tyre të parë të përbashkët. Ata kanë zgjedhur Marokon për të pushuar në këto ditë pas përmbylljes së aventurës në Big Brother VIP Kosova. E kur të kthehen, do të duhet të vendosin për një propozim që kanë bërritur në adresë të tyre. Mësohet se ata janë kontaktuar nga Illyrian Bloodline, linja e veshjeve të reperit të njohur Noisy, për të qenë modelet e seteve të shpalosjes së koleksioneve të reja. Të dashur nga publiku po, të bukur po, më të mirë se ta, zor që të gjende kompania për të pasur imazh të veshjeve. Miq të mi të dashur, mos u largoni, rikthehemi me pjesën tjetër të emisionit prive, vetëm pas pak pas publicitetit.